njerëz atje ndryshe e kanë stilin e jetës, do me thonë, rrallë herë rregullohen, do që edhe nuse edhe kur martohet rregullohet vetë. Do me thonë, aqë thjesht janë. Ka edhe atje njerëz ekstravagant që ju duhet make-up artist, hairstylist, po njerëz që bëjnë një punë normale, që shkojnë punë, nuk shkojnë të rregullume, ose shembull nëse janë të thirrur me një darsëm, ato nuk shkojnë mu rregullu, po rregullohen pak vetë edhe shkojnë darsëm. Do me thonë, nuk i kushtojnë shumë rëndësi pamjes. Ato i kushtojnë rëndësi prezencës, më konë atje, do me thonë, mentaliteti dallon pak prej mentalitetit tonë. Dallonin edhe çmimet nga kostivari në Gjermani? Çmimet dallojnë edhe më shumë. Sa bëhej një grem në kostivar aso kohë? Në atë kohë ku kom punu në kostivar, kom qenë vetëm hairstylist. Okej, mirë, pra një stilim i flokëve. Një stilim i flokëve, o konë 30 euro, 25 euro. Po në Gjermani? Në Gjermani, do me thonë, kur kom shku në fillim, kom mendu se është qashtu okej, edhe kom fillu, do me thonë, edhe mi bo klienta 30 euro, 50 euro, po mas një kohë, do me thonë, kur normal ato interesi u rrit, erdhen ma shumë klienta, hypi çmimi, tash për momentin e kom, do me thonë, 800 euro grim edhe flok bashk. Okej. Është për standardin e atjeshëm një çmim, do me thonë, normal, nuk është as i teprum, po as shumë i lirë, është një standard, do me thonë, një çmim normal. Edhe për klientat e tu është çmim okej, nuk është që thonë është shumë shtrejt edhe s'mundem me përballu. Po. Okej. Ka shumë shqiptar, ka më shumë shqiptar që vinë, apo të huaj? Klientët e mi janë zakonisht shumica Gjerman, ose prej, do me thonë, shteteve ndryshme, që jetojnë në Gjermani, shqiptar kam rrallë, jo shumë shpesh rrallë. Okej. Ti punon shumë edhe me që sa kam pa edhe nga Instagrami, ato që ti bën publike, janë edhe shumë figura të njohura në botë që me siguri ose i takon Gjermani, ose shkon në vendet të ndryshme, po edhe nga të famshme tona të shqiptare. Me kë ke punu së pari që mendon kështu që të ka hap dyer që të njohin edhe artistet tona ose edhe të huajat? Po, me të kallëzu drejt, kur kom shku në Gjermani, kom fillu, do me thonë, në salon me punu, kom punu 2-3 vite në salon, si, do me thonë, hairstylist, kom gjyros flok, kom prej flok, edhe mas një kohë, mas 2-3 viteve prafërsisht e kom njoftu, e kom bo stylingun e Tajnës, për një koncert që o kon aty në rrethin të na, edhe në përmjet menagerit saj edhe ka pranu me bo stylingun e saj, se personalisht nuk jena njoft, o kon artiste e re dhe ajo e ka pas veç një kong ose 2, do me thonë veç kolumbiana edhe një kong tjetër, edhe ka pranu, do me thonë fati, deshti që ashtu e ka pranu në me a bo stylingun, masi e kom bo asaj stylingun, si ka ndodh, qka ka ndodh edhe unë nuk e di, po janë qelë, do me thonë, shumë dyer për karierën tem.